shpinën mua e bën të ndihet më mirë. Dihet pak a shumë se si rri njerëzit ose kur je në një ambient që janë shumë veta, rrinë se të bje në net. Tashi. Po unë e thash vetë aty. A? Unë e thash vetë aty. Po pra, po ti tashi me fjalët e tuaja ti bje brenda sepse unë të kërkoj me pi kafe. Ti me fjalët e tua brenda. Unë jam ulur këtu po pi kafe, ti po pi kafe aty. Jo, mo është vendi im këtu, nuk është puna për pi kafe. Vendi im është këtu. Tashi i bje me ne tu me ty këtu. Sepse erdhe ti, jo unë. Po kërkove ti me pi kafe, jo unë. Po isha këtu më po të prisja për kafe ty. Jo, e kam këtë gjën, e kam premtin me Inën këtë qëndrimin kështu. Mirë po çfarë dush, po unë s'mund t'i them Inën si tash jo, këtu kur, absolutisht. Pra Ina është qefin e vet, punën e vet, as është tunet me mua. E ke premtimet e di që bën nga dyja palët, kjo është thjesht një zotim yti që më ka thënë do të Zotim premtim është. Po jo, më premtimi është tjetër, promise. Të premtosh është nga të dyja, bëhet nga të dyja. Ti e ke thënë dhe herë tjera, do të kthej shpinën, ka thënë, sa herë të shoh. Që mund ta bësh. Tregon për ty, jo për mua. Jo në një person të tretë. Sepse nëse ti ke respekt për mua. Le tri ashtu. Nuk dua të ngacmohem me Inën fare në këtë situatë. Kafen po e pi ti aty unë, dhe po bën shumë mirë. Dhe unë s'po të them asgjë. O vlla nuk, o Senaldo nuk isha unë këtu, nuk të gjeta unë këtu. Ti erdhe, që ta thash, ose mund të rishë në një cep tjetër, jo në forme dhe thëshë vija unë. Ajo është ti fshenjë proteste për njërin që ti nuk e do. Po jo mu, sepse... Absolutisht. Po jo, po në këtë formë, nuk e di që them, Senaldo, ti vetë gjërat e tuja, jo në këtë formë që pakën ka një 2 ditë që e shoh që nuk po pëlqej veprimet kashimeje. Jo, jo, vëlla. Kur unë besoj që ti vërtet je ai që je dhe pakën me mua. Ta besoj shpëtësisht. Nuk ka të bëj fare me ty. Fare, zero. Se ti, dhe më thënë, kur ke një mik me 2-3 tjerë që janë rastësisht aty për shembull, pavarësisht se kjo ishte të pi kafe me mua. Nuk kam gjë fare me Inën, fare. Po atëherë pse kështu? Thjesht në situatën tonë të krijuar këtu brenda jemi në këtë lloj pozicionesh. Po pse kur tjetrin, ore, ti do ta lësh ashtu siç është? Ina është shumë mirë ashtu siç është, të shofi gjën e saj. Inshallah e shkon mirë, sikur sa të tjerë dhe është perfekte. E ndrove tani? Jo, absolutisht. S'kam ndruar asgjë. Nuk ndron, po ti edhe nëse dikush. Thjesht me ty e kam shkarkuar gjën time, s'kam çfarë merr atë. Më vjen mirë. Kisha menduar që do etiketohesh çdo gjë në këtë shtëpi, po jo manjak. Çka pasoi çdo gjë? Edhe kur ti thush dikujt diçka... Pa pikën e arsyes. Po çfarë s'm ka thënë Motani se di fare, çfarë s'm ka thënë. Po më mirë. Jemi fjalë. Në formën që e ti ka dhënë fjalësh për të thënë, po ti je vajzë zgjut po je nxitohesh. Nxitohesh shumë. Kur flet, kupton. Asgjë si kam thënë unë nga ato që ajo nuk e ka. Po herën e fundit që ke qenë ulur atje më ktheve jo shpinën, po edhe më the kështu the du të rri se kështu meriton ti, të të rejon. Dhe kjo më bën mua manjak? Po qa të bën? Më bën manjak. Qa të bën? Ky qëndrimi imi, qa të bën? Të bën djalë të mirë, djalë sjell shumë. Manjak. Po djalë të mirë nuk të bën, Po lëre më nuk të bën të sjellshëm. Më bën manjak. Ma zbertën fjallën manjak për si fjallë edhe ati niveli tani, e dim të gjithë këtu se jemi të rritur, se qa do më thënë? Po nejse, nuk dua ta diskutoj më si tem. Edhe unë them ta lësh. Kështu që jo thjesht është mbyll. Thjeshin, po që s'ka nevojë tash